Njeriu që nuk ka miq ose ka një rreth shumë të vogël njerëzish, është një nga njerëzit më të sigurt që do ta njohësh. Sepse ai nuk është vetëm, është përzgjedhës. Nuk ka nevojë për zhurmë, nuk ka nevojë për turma, nuk ka nevojë për drama apo miratim nga të tjerët. Ai zgjedh qetësinë mbi popularitetin. E di vlerën e vet. Prandaj nuk mban pranë këdo vetëm që të mos ndihet vetëm. E kupton që cilësia gjithmonë vlen më shumë se sasia. E ka kaluar fazën e thashethëmeve. E ka kaluar fazën e mbështetjes së rreme. I ka kaluar lidhjet me njerëz që nuk duar trokasin suksesin e tij. Energjia e tij është e çmuar. Uha e tij është e shejtë. Dhe thelbi i tij nuk përzihet me këdo.